Përshëndetje dhe për juve, për gjithë shikuesit e televizionit të Dugagjini, edhe kësaj radhe nuk pati ndryshime. Seanca për tentimin e konstituimit të kuvendit zgjati shumë pak si zakonisht dhe nuk pati vota të mjaftueshme që të kaloj komisioni në mënyrë që të bëhet pastaj votimi i fshet kjo formë propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Këtë e votuan 50 deputet, ndërsa të pranishëm ishin 99 deputet, do thotë edhe deputetët që kishin ardhur sot ishin në numër më të vogël. Po ashtu, kur përfundoi seanca, në hollin e kuvendit dolën partitë politike të cilat e akuzuan njëra tjetrën për këtë blokad. Ishte lëvizja vetëvendosje që tha se ajo i ka dhënë të gjitha format se si të bëhet konstituimi i kuvendit të Kosovës, por partitë të cilat në të kaluarën kanë qenë në opozit, e kanë refuzuar një gjë të tillë, ndërsa partitë opozitare që kanë qenë në të kaluarën po e akuzojnë pushtetin për blokad dhe për mos le të themi marrje parasysh të formave që i kanë paraqitur ata. Ne po ashtu e kemi pyetur edhe përfaqësuesen e Lidhjes Demokratike të Kosovës se si e shohin propozimin e djeshëm të bërë në takimin me presidenten Vjosa Osmani për zgjedhje parlamentare, një ditë me zgjedhjet lokale, dhe njëta ka thënë që nuk e përkra një gjë të tillë dhe se fillimisht vlerëson që më e rëndësishme është të krijohen institucionet se sa të shkohet në zgjedhje të reja. Kjo sipas Hikmet Bajramit nga LDK, për shkak sepse populli një herë ka votuar në këto zgjedhje parlamentare. Pra kjo ishte një përmbledhje se çfarë ndodhi, do të thotë gjithë kjo situatë ishte shumë e shkurtër, prandaj edhe këto janë detajet e vetme që mund të paraqesim. Po Dori, po duhet pyet edhe për një protestë avokatit Arjanit Koci, nëse ja doli me vënë atë fjëngën të cilën e paralajmëroi në Facebook. Po, ishte një protest paqësore, ndonse jo e lajmëruar në polici ashtu siç e don rendi para 48 orëve. Prandaj nuk u lejua nga zyrtarët të policisë së Kosovës të cilët merren me monitorimin e kuvendit që ai të hyjë brenda dhe të lidhat fjëngon në dorezën e derës së kuvendit, siç e kishte paralajmëruar Arjanit Koci për avokat, por ai tha që kishte ardhur këtu si qytetar dhe ju ka drejtuar secili deputet që ka hyrë duke i thënë që le ta bëjnë pra, domethënë sa më shpejt konstituimin e kuvendit të Kosovës. Nga të gjithë ka pasur dakordim, ndonse një gjë e tillë nuk ndodhi. Zoti Koci së bashku me Visa Reca ishin të pranishëm të dy avokat në vend, thanë që do të shohin nëse do të gjejnë alternativa tjera të protestës në ditët në vazhdim për këtë çështje. Faleminderit shumë Dori, ishte Dorentina